Ajo çfarë vëret re te kompanitë e qumshit, ata thonë qumësht i freskët ose qumësht natyral. Kjo besoj është e lishme, por qumësht natyral dhe qumësht i freskët nuk është e njëjta gjë. Nëse flasim për qumësht natyral, nuk përfshihet ose i freskët nuk përfshihet qumshti i pluhur. Megjithatë, në qumshtin e freskët, kur themi freskët, ky që konsumohet për pak ditë, jo ai tetrapaku, është e sigurt që nuk përdoret qumësht pluhur. Në kos është e lejuar deri në 3% të sasisë të përdoret qumësht pluhur për shkak të lëndës thatë, por pastaj ha diskutim nëse është 3% apo 13%, se duhet të jenë institucionet ata që duhet ta ashtu. Megjithatë, edhe qumshti i pluhur në vetvete nuk është qumësht dhe nuk është i lirë. Nuk është aq i lirë. Nëse ne blejmë qumësht pluhur sot nga vendet e Bashkimit Evropian, sigurisht rezulton kilogrami, pastaj ose po tash ndash kur hollohet në litra, të rezulton sa qumshti i fermerëve tan. Qumshti i pluhur përdoret masivisht në akullore, sepse ka nivel shumë më të lartë sigurie në raport me sigurinë ushqimore. Akullore që ne prodhojmë që prodhohen ose importohen, që konsumojmë çdo ditë, janë masivisht të prodhuara me qumësht pluhur. Kostat e frutave janë masivisht të prodhuar me qumësht pluhur, markat më të mira, edhe prodhime shqiptare dhe markat më të mira në botë. Absolutisht, sepse është një produkt që jeton më gjatë, qumshti i freskët nuk jeton gjatë dhe përveç tetrapaku që ka fatin deri në 6 muaj dhe që kalon 132 gradë, por vlerat ushqyese kanë rënë, por kur përpunohet, por qumshti i pluhur akulloret kanë nuk e di gjatësinë e tyre, në fakt, por mund të jenë diku te 1 vit dhe vetëm qumshti i pluhur mund të rrojë gjatë, për shkak të heqjes kurortar, të heqjes gjithë mikroorganizmave që ka.